përshëndetje të gjithëve, jemi këtu te episodi 5 dhe sot është data 2 korrikëve, dita e 22 e botrorit? Jo. O, 21, 22, ka fillon 11 qershor, 11 qershor. 21. Wow, kanë qenë 21 sa shpejt kanë ikë më. Po bra. Vetëm se nuk I kemi patë të gjitha ndeshjet me këto oraret, Amerika ka qenë të tmeshme. Amerika unë them që nuk duhet bëjnë më botror. Ej, gjithë që jeni aty, u riktheva unë sot, unë biri, apo jo baba? Se qeshme? E di që është një shaka, e di, unë jam baba, ky është biri, unë jam partneri, apo jo? Po. Si e ka merrin unë? Ky jam këtu me Gerti Voshnjakun dhe jam Enja Voshnjakun. Faleminderit që na ndiqni sot në këtë episod të jashtëzakonshëm. Jemi në mes të pjesës së parë dhe të dytë midis Spanjës dhe Austrisë. Kishim një pritshmëri që Austria do ishte më rezistente, po pse kjo Austri ti si e topët e jo? Por unë do thoja krahasoj me Francën e dim, Po? që këtë ndeshje e kam parë. Franca ka krijuar plot më shumë shanse, edhe Suedia me Austrinë janë pak a shumë në të njëjtin nivel si ekipe. Dhe do thoja mbase mund të jetë dhe Austria është më e mirë ose Spanja është më e dobët se Franca. Kam përshtypjen që Spanja ka një futboll tjetër, por nuk ka atë rrezikshmërinë dhe atë urinë që ka Franca. Po ta vesh re, te Franca të gjithë janë tepër për të shënuar. Franca, nga që ka yje dhe gjithë duan gol. Edhe ai Dembele, edhe Mbappé, Olise është jashtëzakonshëm. edhe këndër Suedis. Ai është fantastik, ai është lojtari më I mirë botror për mendimin tim deri tani. S'ka bërë gol. S'ka bërë gol, por ka dhënë asiste, ka luajtur shumë bukur. Messi ka bërë gol, apo ky ka luajtur më bukur se Messi. Me që ram fjalët e golat, mund ta bësh një përmbledhje se në sa kush janë golashorët më të mirë deri tani botrorit? Golashorësi më I mirë tani është Lionel Messi me 6 gola me se ka Pra sërish vazhdon Messi. Me se ka luajtur ndeshjen e tij kundër Cabo Verdes, që për shembull si lojtarë si Mbappé dhe Haaland e kanë luajtur, që ata janë me 5 gola, që e ndjekin Messin. Jo. Haaland I 5 edhe Mbappé. Jo, Mbappé është me 6, se unë gatrova. I bëri 6 Mbappé është me 6, po. Pse në sa gola bëri në Francë Suedi? 2. Ah, po patjetër, Mbappé është 6, Messi është 6, Haaland 5. Ose Dembele sa ka 4? Dembele 4, apo 5? Vini 4. Vini 4. Po Edhe ishte një Senegalit 4, po. Senegali. Çfarë ndeshje Senegali dje. O zot, çfarë ndeshje, e meritonte të ishte Senegali në kualifikuar. Belgjika një kthes shumë të bukur. E bukur apo sigurisht edhe çik arbitri support, sigurisht shtyllin çik ai arbitri që t'jepte penalltin Senegalit. Po, për mua Belgjikës? Për mua jo penalltia ishte se po vinte topi në zonë, edhe u rrëshit lojtari I Senegalit, dhe topi Tielemans ishte mbrapa, dhe do e shtynte, dhe ai kapi Tielemans në vend të kapë. Pra do ta bënte gol Tielemans? Për minutën? Minuta 120 sa ishte? Minutën 125 e bën golin. O gjuna, ne prisim penallti dhe Senegali, ai goli I dytë ishte super gol, jashtëzakonshëm. Që kontrolloi Dhe më keq për Senegalin, edhe kampionë e Afrikës po ja dhan tavolinë Marokut. Pra, Senegali besoj që ka dhënë shumë, por mënyrë është I padrejtë botrorit. Ba, për shumë, jo, se do feve për Gjermanët. Jo, për Gjermanët ishte I padrejtë, Gjermanët bën gabim, Gjermanët plozën. Më kujton Belgjik, Senegal 3-2, më kujton dhe Belgjik, Japoni në 2018, po fiton të 2-0 Japonia, dhe pastaj bëri 3 gola si që bëri tani Belgjika. Rikthim të ngjashëm. Po, të ngjashëm. Atëherë ishte Lukaku në formë? Lukaku ishte në formë, De Bruyne në pikën e karrierës, Courtois në pikën e karrierës, Lukaku në pikën e karrierës. Në pikun, jo pikën e. Pikën e karrierës. Ju që flisni anglisht e keni pik, apo jo? Po. Me thënë të drejtën, edhe trajneri, po, edhe Hazard ka qenë. Edhe trajneri belg I Belgjikës ishte bërë një dy lëvizje shumë interesante që Hoxhi lojtar shumë rëndësishëm, Hoxhi Dokun dhe De Bruyne. Dhe gjithë do vitëm pse Hoxhi Dokun, se De Bruyne hajmë se ishte I vjetër dhe Hoxhi vetë Ketelar. Dhe Ketelar. Pra Hoxhi Lukaku bëri gol. Hoxhi formacionin kryesor po themi dhe ja doli të kthejë ndeshjen. Madje është lëvizje strategjike. Po, madje do thojave që ai futi ve Munjer dhe Lukakun, edhe Munjer va asistin për një gol të Lukakut, edhe që tregoj që ishte shumë mirë, por lojtari ndeshje për mua Tielemans. Pra ndryshimet ishin të goditura.
Po mos kishte qenë një trajner një strateg i tillë, Belgjika do ta kishte humbuar se me sa pash nuk kishte nerv deri në moment që Senegali lodhi që shkoi 2-0. Po pastaj u fokusuan. Pastaj Po për fem kur goli e dytë te Elemans, bëri gabim shumë të madh. Portieri se doli vetë Elemans i gjithë me kot dhe u fut gol. Çka ka kjo bluza jote këtu? Kjo është OWeb Digital. Edhe Konferenca më e madhe e marketingut digital në Shqipëri. po, Faleminderit se të pash dhe që e bëre vetëm, edhe bëri goxha promocion për Allwave për konferencën time. Edhe unë kam një bluzë sot, por nuk është se po brandohem me një markë që dua ta shes, por kjo është një krijesë e dikujt që është dhe producente, edhe regjizore e podcastit ton. Sot nuk është. Është nga mbrapa kamerave, dhe ajo e ka krijuar, është një artiste vërtet. Po nuk do bëjmë shumë reklam sot. Kemi filluar, po e bëjmë podcastin tamam si podcast zyrtar. Ti bën reklam për brandet, unë bëj reklam, bëj product placement që kam. E di çfarë shpeja? Ty nuk të takon flas për pesë, se je 19 vjet, mua më takon është një birë jashtëzakonshme shqiptare, të cilin e shijoj shumë dhe ka një personalitet të rëndësishëm që është te marketingu i kësaj, që është person profesionist dhe nga ana tjetër është dhe një djalë fantastik. E përshëndes tu Erkinin. Edhe dje na serviri na ofroi disa bira shumë të mira te festa e dhomës amerikane. Gëzuar Erkinin. Gëzuar Erkin. Ti ti me ujë. Sa vjeç je? 13 vjet bën në korrik. Si i the atyre që më merrin sa jam i ri? Po pse duhet të të marrin ty për shkak si moderator, si komentator sportiv? Unë nuk po foja të Çfarë do më sjellësh marrin. ndryshe ti, ha? Unë nuk po foja të më marrin, po foja të më ndiqin që jam i ri, që kur të bëhem i rritur të jem i madh, të thonë ta e një fjalë që të ri, e bëja subscribe që kur ishte i vogël. Po ai personi që do ti ngjash, si e ka emrin? Alban Gjehani po. O Alban, të përshëndesim. Përshëndetje. Alban Gjehani kam pas te Qemal Stafa. Ka qenë një vit më i vogël se unë duket, ka qenë basketbollist shumë i mirë, po pastaj ndoqja në pjesën e sportive dhe është për komentatori më i mirë. Ashtu do bësh ti? Apo e mendon që ti je siç jemi ne ty bashkë bësh atë komentin një ndeshje me Alban? Me Albanin bëjë siç e bëjnë këta në botror që është Luana Vjoca, me gjithë këta të tjerët, si Atë kampionët, apo atë të kampionët e marinën? botës. Jo, Apo Luana? Luana e bën. Me Albanin, Pecun, Arjan Pecun, duket se ka emrin. Peço, po. Me shumë të tjerë, Bushi, me shumë të tjerë. Pra do të bësh program televiziv? Po si që bëjnë ata. Mirë, që do na thosh për ndeshjet e sotshme? Spanja besoj për pak minuta ka filluar ose Ka filluar se e shoh ka këtu. filluar sa është? Minuta 49. 1-0. Spanja duket se do ta kaloj këtë Do ndeshje. kaloj besoj, po. Por Po pas pastaj, saj kush fillon? në orën 1 të mëngjesit, ne me siguri nuk do e shohim, Ç'do të shohim? apo do e shohim? Base. Po usollën mirë. Mos shiko producenten, Është po fitoj Portugalia me Kroaci në orën 1 mëngjesit, dhe fitoj Spanja kundër Austri, kemi Spanjë Portugali ose mbase për Spanjë Kroaci. Spanja Portugali, Yamal kundër Ronaldo. Ronaldos. Kjo ka qenë dhe finalja e Nations League-ut në 2025-ën, dhe fitoj Portugalia me penalti. Bëri gol Ronaldo. Me penalti. Jo, bëri gol. Gol për vërtetë. Edhe gol i bukur, po bëri gol Ronaldo që barazoi ndeshjen, edhe shkoi me penalti dhe fitoi Portugalia. Pra, mendon që mund të fitoj Portugalia me Spanjën, nëse do dalin bashkë? Se Portugalia do e fare dhe kanë me skushën më të mirë botorit. Mu më vjen keq që të eliminoj Portugalia, se Ronaldo është e meriton të ecë edhe çik s'ka më pas shumë. botror. Por edhe Kroatin e preferoj, megjithëse Kroacia si ekip Është vetruar. është vjetruar. Ka 8 vite që luan nivele të larta, ka pas hyje, apo jo, Modric, kë ka tjetër? Modric, Perisic, Stanisic, luan me Bayernin. Pra ka goxha hyje, por janë gjithë hyje në rënje. Pra këtë kampionat botror, edhe Kramaric. Këtë botror kemi Kroacinë që është një yll në rënje, kemi yll në ngritje kush është? Për mendimin tënd? Për mua, këta kanë qenë edhe në 2019-ën, 2022-ën, vetë 2026-ën, Franca do mua. Franca është yll që Gjithmonë nuk ka kështu, është gjithmonë lart. Gjithmonë i vjetrojnë lojtarët, marrin të rinj më të mirë. Franca thonë që ka stolin më të jashtëzakonshëm. Pra
Si ishte Ka shpreha? lojtarë si Cherki në stol, Due, për shembull futi të Shampi në stol, se preferon të Barkolan që e bëri golin kundër Suedis. Due në stol, Marcus Thuram në stol, gjithë ta lojtarë të mirë. Pra, përveç Turamin se ka fut fare. E ka fut 3 minuta kundër Irakut. Shumë pak kampioni i fushit italisë i Serie A. Edhe me Inter, me qëra fjalla, forca Inter. Po edhe Mbappéja është lojtar ekselent. Unë po desha i referohesh në fakt Norvegjisë, ajo duket si fillim ngritje të kampionatit. Kemi shanse të shohim. Por për mua më pëlqen ve Meksika me thënë të drejtën. E mundën Ekuadorin 2-0. Mundën Ekuadorin 2-0, ka luan në raundin tjetër dhe është i vetmi nga 3 skuadra që nuk ka pasur asnjë gol në botror. Vazhdon mos skeptuar asnjë gol. Spanja, Argentina dhe Meksika nuk kanë pasur asnjë gol në këtë botror. Shohim kush do e mbaj më shumë. Po. Ndeshje tjetër nesër si jemi? Nesër në 5 të mëngjesit. Po. Pra edhe në 3 dhe në 5? Luan Zvicër me Algjerin. Wow. Pra Xhaka kundër Mahrez. Do thonë. Edhe në 8 kemi Australi-Egjipt. Edhe në 12 Argentinë me Kevin e Gjelbër. Atëherë parashikimet? Parashikimet, tani nisim me Portugali-Kroaci. Ose do bëjmë parashikim për Spanja-Austrinë. Spanja-Austri, unë mendoj që Unë mendoj që do marrë 2-0. Unë mendoj që Spanja nëse bën shpejt golin e dytë, mund të shkojë edhe 4-0 për mendimin tim. Po. Portugali-Kroaci. Tani kjo ndeshje e vështirë. Unë mendoj që kjo ndeshje do dalë 1-1, do shkojë me stres dhe do fitoj Portugalia 2-1. Dhe unë bashkohem me mendimin tënd. Mund fitoj Portugalia 2-1. Tani Zvicër-Algjeri. Unë them që Zvicra do fitoj këtu 3-1. Se kam parë Algjerin, nuk mund t'jap parashikim. Zvicra jam tifoz se ka Xhakën. Ata barazohen dhe me Katarin. Por nuk e di, nuk ja kuptoj lojën. Nuk më Edhe duket. fituan 4-1 me Bosnjën. Nuk më duket shumë ambicioze. Po besoj që Algjerin mund të kalon. Nuk e di se kam parë Algjerin. E di që lozi me Argentinën nuk e. Po, që më bëri Messi atë. Bëri atrikun, por nuk e kam pas se ishte shumë emoncion. Le të shohim. Pastaj tjetër kush ishte e fundit, Egjipti me? Filloi? Në Kanëq. Do ta çojmë pra, direkt. Atëherë, pastaj Egjipti me Australinë. Në orën 8, unë them që Egjipti me një Mohamed Salah të mëshuar, edhe Australia s'më pëlqen fare mua. Kanë qenë ekipi më mbrojtës, do thoja, për shembull kundër Turqisë, kishte mes 28% të topit, por pra fituan 2-0. Edhe Turqia kishte 31 gjujtje se sa kishte. Pra nuk i eci fati Turqisë. Po, edhe mendon që Egjipti do të eci? Egjipti doli shumë mirë, do thoya, barazuan me Belgjikën, barazuan me Iranin, edhe fituan me Zelandën e Re. Forca e Egjipti edhe? Edhe Australia. Me që iku një afrikanit, të qëndroj një afrikanit tjetër. Po. Me që iku Senegali. Ikove Bregu Vdish. Edhe Bregu Vdish. Tani u fut Marokut, të futeve Egjipti që Duhet të se ishin 9 ave. Po pastaj në orën 12 kemi një afrikanë tjetër. Cila? Kepi Gjelbër me Argentinën. Ka Verde. Nuk e dim, dëshira është kaloj Messi. Jo, dëshira ime që shkaloj Cabo Verde. Po, kjo është me Messi, po pra. Unë mendoj që Messi duhet kaloj dhe mund t'i bëj një 2 gol Cape Verdet. Nga regjia në thonë që jo, nuk e di pse janë kundër Messit. Messi është për mendimin tim por do thoya për të qeshur, ka qenë një si strik në Ganës, që tha që une kur lunda në Ligana tha une mallkoj Kenin, edhe Keni humbi një shans shumë të madh, një port bosh, duket. Edhe pastaj tha une lëshoj Mallkinin. Ja ish Mallkini, po? Edhe pastaj Keni shënon. Edhe tha që unë mendoj që Cabo Verde do e surprizoj Argentinën, pa. Po, le të shohim, po ne në çfarë ishte ndeshja? Në 12. Nesër. Po. Po mirë, rim nesër është e premte. Po, nesër do rim, është e premte, po producenti, po regjia. Regjia nesër do rim. Po, regjia thotë jo. Unë do rim përveç se jam mbi 21 vjeç. Ti nesër do jesh më burr. Po, do rita shoh ndeshjen aty ku do jem. Mos i tregon njeriu ku do jem nesër. Dakor? Mos e dëgjoni. Ne jemi familje, po këtu jemi në emisione, jemi në podcast. Podcasti është për sportin. Ju dashamirës të futbollit, ju lutem na ndiqni, bëni subscribe te kanali
me Enion, te podcasti me Enion, te kanali jon zyrtar, na ndiqni dhe na japni komentet tuaja. Po ju si mendoni se do të mbaroj Spanja dhe si mendoni se do të dalë Portugali, Kroaci? Edhe do thoja që të treja shtetet që bëjnë Amerika, Kanada, Meksik, të treja kanë kaluar te raundi tjetër. Wow. Amerika mund Bosnjën, Kanada mund Afrikën dhe Meksika mund Ne Ekuadorin. bosnjakët u mërzitëm që Amerika na eliminoi, me thënë drejtën, se ne jemi Po familja bosnjaku. duhet bënte shumë më mirë Bosnja. Në minutë 64 po humbi 1-0 dhe atje mori karton të kuq Amerika. Po pastaj arbitri më duk pak kështu. Ta Amerikanët, ne jemi pro Amerikës, me thënë Trump e ka drejtën. bler atë arbitrin. Ja, nuk e themi dot. Ne jemi pro Amerikës, pro investimeve amerikane, por kemi ato dyshimet tona, që nuk po e vazhdojmë këtë bisedë. Okej, do t'i përshëndesim gjithë fansat tani? Do kemi trouble. Përshëndeti fansat, përshëndeti shokët, Pra, edhe shokët që të ndjekin dhe shoqet. përshëndetje të gjithëve, Se qesh, edhe përshëndetje shokëve që se ndiqni, edhe shoqeve. edhe në na thoni na ndiqni, bëni like, bëni share, edhe Si ishte smash the like button. Pra Okay. bëni smash the like button, ai shumë fort shtypin, s'tani e kuptova dhe unë. Tani do e mbyllim me sot, se duam shohim me Spanjë. Duhet ta vazhdojmë Spanjën, po e drejtë. Po, Dhe direkt në këtë moment kur të kemi bërë montazhin e kësaj video që do e shihni ju në Vazhdojmë YouTube, me Spanja do zero. ketë mbaruar, vazhdojmë 1-0, po do i kemi parë rezultatin. Përshëndetje dhe shihemi nesër me rezultate të tjera, me fakte të tjera, me mua dhe me Enion. Dhe si gjithmonë, regjistrohuni në All Web Digital për konferencën më të madhe të marketingut digital që bën New Media kompania Papit. Apo? po. Mirupafshim. Mirupafshim.